Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes në një nga autobuset e linjës Gjakov-Prishtinë. Shoferi i autobusit KM nga kompania e autobusëve Kushtrimi NM ka njoftuar mbrëm policinë për pakon e dyshim të nisur nga Gjakova për në drejtim të Prishtinës. Kryeshefi ekzekutiv në stacionin e autobusëve në Gjakov ka dhënë më shumë sqarime në lidhje me situatën. Ka njoftu punëtor që i ka marrë policia në stacion, më njerë kom ndalë dhe vetë vendgjores edhe ka qenë një pako që jep nga një zoj që ka jep që një porosi për Prishtinë, edhe nuk ka dalë dikush me morë në Prishtinë, pra po këthin autobus edhe kondukteri dhe shoferi autobusit kanë dyshu që është diçka mos është diçka eksplozive, ka marrë policia dhe ka dalë që s'ka qenë eksplozive kur gjo diçka rrezik edhe gjithçka është qetësi, nuk ka diçka për shqetësim. Ndërkaq ekipi ka kontaktuar sot me policinë për të marrë një përgjigje. Gazetëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elejsaj, kemi pranuar këto përgjigje. Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes tek stacioni i autobusëve. Lidhur me rastin, në vendngjarje ka dalë njësia për deminim me policisë së Kosovës. Pas ndërmarrjes së veprimeve të mëtejshme hetimore dhe ekzaminimit të mjetit të dyshuar, është konstatuar se nuk bëhej fjalë për një mjet shpërthyes të vërtetë, por për një imitim. Aktualisht janë duke ndërmarrë veprimet të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Sipas burimeve të televizionit Syri, mosohet se mjeti i dyshuar ishte rekuizit të teatrit të Gjakovës. Albulena Kreziu Bokshi, drejtoreshe e teatrit Hadishehu, për televizionin konfirmoi se bëhet fjalë për një rekuizit të teatrit, e cila ishte menduar të huazohej për një projekt tjetër dhe se gjitha ka qenë paqëllimshme.